Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet I takojnë Allahut, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetit ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këshill drejtuar kërkuesve të ditorisë. Para se të kyçem me temën të cilën e kemi paraprogatitur për këtë ligjërat, të nderuar vëllezër, shfrytëzoj nga rasti që ta këshilloj vetveten dhe ju, që të përkujtoj se kjo është rrugë të cilën dëshiron Allah subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, duhet ditur që jemi në ibadet, jemi në një adhurim shumë të rëndësishëm. Për atë arsye dhe kur kanë folur dietarët islam mbi kërkimin e ditorisë dhe vlerën e saj, dietarët islam e kanë klasifikuar me namazet vullnetare. Saqë Imam Shafiu rahimahullah kur ka folur mbi vlerën e kërkuesit të ditorisë, ka thënë kërkimi I ditorisë është më I vlefshëm se sa namazi vullnetar. Ndërsa disa prej të parëve tanë kanë thënë kërkimi I ditorisë është namaz I fshehur dhe adhurim I zemrës. Ndërsa Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka bërë pjesëmarrës me atë I cili lufton rrugën e Allah subhanahu wa taala. Për atë arsye të nderuar vëllezër, duhet të dimë që jemi në një adhurim shumë të rëndësishëm dhe duhet dihen shtyllat dhe duhet I dihet vlera kësaj vepre. Nga ky kontekst, e di që ne së bashku me ju nuk I injorojmë kushtet e pranimit të çdo vepre. Mirë po e rikujtoj se njëri prej kushteve esenciale të pranimit të veprave është që të jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Andaj nga ky kontekst, shumë prej vëllezërve pyesin se a thua vallë, çka më bën mua që të jemi sinqert në kërkimin e ditorisë? Cilat janë gjërat të cilat më bëjnë të mushme që të jemi I sinqert në kërkimin e ditorisë, meqenëse që është një ibadet shumë I rëndësishëm te Allah azza wa jall dhe në anën tjetër mund t'ia rrezikojë dikujt edhe xhenetin ditën e gjykimit. Kështu që dietarët islam, duke I grumbulluar argumentet e përgjithshme që flasin mbi këtë kontekst, thonë se janë 4 gjëra të cilat e bajnë të mundshme apo ja mundsojnë besimtarit që të jetë I sinqert gjatë kërkimit të ditorisë. Çështja e parë, që fillimisht ta e vendosim që kërkimin e ditorisë, me kërkimin e ditorisë jemi duke kryer një urdhën të Allahut azza wa jall. Pra, prej kushteve të kërkimit të ditorisë apo në përgjithësi kërkohet që të jemi të sinqert me Allahun azza wa jall. Ajo e cila na bën që të jemi të sinqert në kërkimin e ditorisë në një që ta e vendosim që gjatë kërkimit të ditorisë jemi duke kryer një urdhën të Allahut azza wa jall, siç thot Allah subhanahu wa taala në surën Muhammed, citati 19. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije apo mësoje të jesh I kujdes pa isur me ditori se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allah subhanahu wa taala. Thon dietarët islam se Allah subhanahu wa taala na urdhëron sipas këtij citati kuranor dhe inicon në kërkim të ditorisë. Inicimi në kërkim të ditorisë pason dashuri ndaj saj. Çdo çështje që është e dashur duhet dhe ti përkushtohemi. Andaj pra vllai nderuar, nëse don që ta dish vetveten, ta mbatësh vetveten se a je I sinqert në kërkim të ditorisë, dije sa gjatë kërkimit të ditorisë je duke kryer një urdhën të Allahut. Nën 2 prej çështjeve që na bën të sinqert në kërkim të ditorisë apo gjatë saj është ta e dim se jemi duke ruajtur fenë e Allahut subhanahu wa taala. Gjatë kërkimit të ditorisë jemi duke ruajtur fenë e Allahut azza wa jall. Si ruhet feja e Allahut subhanahu wa taala? Të nderuar vëllezër, është bën natyra e jon si besimtar që ta mësojmë fenë përmes prallave, përmes tregimeve, përmes historisë së përgjithshme. Kur dikush na tregon një histori, na kënaqet shpirti, qetësohemi, të dëgjojmë tërë ditën, nuk mlefosemi e as nuk lodhemi. Kur dikush na tregon rregullat e dinit, na kap gjumi, na kap kotja, kemi vështirësi, kemi probleme. Andaj dietarët islam kanë thënë që të jesh kërkues I ditorisë, të futesh në ambrellën e argumenteve, duhet që gjatë kërkimit të ditorisë të I bashkosh 2 komponente. Në një, që gjërat të I mësosh, pjesën e tyre që kërkon të I mësosh përmendesh, të I nxjesh përmendesh, dhe pjesën tjetër që ta e kuptosh. Dhe dini islam ka gjëra që është bazuar në to që quhen bazamente të dinit, rregulla për çdo lami. Nuk ka mundësi që të mësohet uluhiyeti I Allahut, e as rububiyeti I Tij, e as dhe emra dhe cilësitë duke mos I njohur rregullat e kësaj. E as më tepër s'ka mundësi që të njihet jurisprudenca islame pa I ditur bazat e saj. Kështu që nuk ka mundësi që të jemi në përgjigje të mirëfillt kur pyetnin për din, kur dikush na pyet, a është I ligjshëm apo nuk është I ligjshëm, po ka thënë Allahu në Kur'an, sikur që është proverb popullore. Ka thënë Allahu diku në Kur'an, kurse e ka mundësi të jetë fjalë e urtë ose fare mos jetë as mendim njerëzor. A na takon neve kjo? E dini fare mirë të nderuar vëllezër se në një mënyrë ekziston edhe konsensusi dietar islam se ndalohet që të citohen citatet kuranore në kuptim.
Pra, thot Allah në Kur'an, edhe me thon citatin kuptim. A na ka hije neve si kërkues të ditorisë? Nuk na ka hije. Andaj si ta mësojmë citatin kuranor dhe domethënien e saj duke ulur dhe e çkosit atë. Në anën tjetër kanë folur disa dietar edhe për hadithin e pejgamberit sallallahu që nuk lejohet me thon kuptim, edhe pse mendimi më i saktë Allah e mosh që lejohet me citu fjalën e pejgamberit sallallahu në mënyrë të përgjithshme, por masi të vërtetohet zinxhiri i tij. Dhe komponenti i dytë është që të kuptohen këto bazamente. Pa u kuptuar bazamenti fetar të nderuar vëllezër, s'ka mundësi që dikujt t'ja parashtrojmë ose t'ja paraqesim dinin. Andaj nga ky kontekst mund të dalim pse në këtë mënyrë të varfër na ka feja në vendin tonë. Pse është përcjell feja në shumë të raste në mënyrë të tregimeve, në mënyrë të prallave e kështu me radhë, kështu që edhe në këtë mënyrë kemi me të dot, jo vetëm në vendin tonë, por në mënyrë të përgjithshme në botë. Andaj të nderuar vëllezër, dini jon ka histori, dini jon ka tregimi, por ka dhe bazamente. E nëse ne si kërkues të ditorisë nuk e lodhim mendjen tonë, që tulmi dhe të mësojmë, si ka vallë mundësi ata të cilët nuk janë të pajisur me ditori. Andaj, përderisa ke pranuar që të quhesh kërkues i ditorisë, prano po që të shpërblesh me shpërblimet që Allah azza wa jalla ka përgatitur për ty. Dhe çështja e tretë, që të synosh gjatë kërkimit të ditorisë, që ta mbrosh fenë Allahut azza wa jall. Çështja e tretë që të bën të sinqert në kërkim ditorisë, të synosh ta mbrosh fenë Allahut. Thonë dietarët islam, me synimin mbrojtje të fesë Allahut azza wa jall, synohet pra që të mbrohet feja prej bestytnive, lajthikjeve, gjërave, mallave që plasojnë prej jashtë që nuk janë prej dinit tonë. Pra, që të spastrohet feja. Nëse ne nuk e mësojmë fenë tonë me bazë, si ka mundësi që dihet çka është bidat apo çka është sunet? Çka është ndaluar dhe çka nuk është ndaluar. Andaj pra të nderuar vëllezër, kjo fe duhet të mësohet me bazament. Dhe çështja e katërt, që të bën të sinqert gjatë kërkimit të ditorisë, që të strohesh në ambrellën e ibadetit, është ta e pasosh rrugën e pejgamberit alayhis salam. Andaj pra, thon dietarët islam, kërkuesi i ditorisë, ti jesh i kujdesshëm që mos ta ngatrosh ditorin me gjëra të cilat nuk i kanë hija saj, se ka mundësi që të strehohesh në ambrellën e kërkuesve të ditorisë e që të kërkosh interesat të jetës së kësaj bote, ose të kërkosh pasuri, ose të kërkosh autoritet, ose të kërkosh pozitë, ose të kërkosh që ti tërheqësh fytyrat e njerëzve ka ti. Mirë po këto ditën e gjykimit, kur do dalmi para Allah subhanahu wa taala, do të bëjnë të vobekt. Andaj pa do të jemi të sinqert me Allahun azza wa jall, nëse dëshirojmë që pra të jemi në ëmbrellën e mëshirës së Allahut azza wa jall dhe shpërblimeve të tija. I kthehemi temës të cilën do ta shpjegojmë sot. Të nderuar vëllezër, për këtë ligjërat kemi përgatitur një hadith që është shumë i rëndësishëm, që është porosi, cilën ja ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokëve të tij, e që nikosisht kjo porosi është valide dhe shumë e rëndësishme për të gjithë udhëhecat, për të gjithë pasuesit, për të gjithë punonisit, për të gjithë liderët, për të gjithë shkencëtarët e as më tepër për besimtarët. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm gjatë ndëgjimit, nëse dëshirojmë që sadopak të përfitojmë prej dobive të këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë shumë prej dietarëve islam këtë hadith që do ta citojmë e kanë klasifikuar në mesin e Jawamiul Kelim, fjalëve gjithëpërfshirëse. Ka thënë se në ky hadith është bazë e edukatës së muslimanit. Ky hadith e çkoçit, fuqishëm shtyllën e gjarës për shtyllave të besimit, besimin në saktimin e Allahut azza wa jall, dhe ky hadith na bën të mundshme dhe të dishëm se kjo botë të nderuar vëllezër është me sakrifica të ndryshme. Andaj që të bëjmë ballë sakrificave dhe stuhive të jetës së kësaj bote, duhet të pajismi me porositë profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fjala pra është për hadithin e 19 sipas radhitës së Imam Nevaviut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal: "Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala ya ghulam inni uallimuka kalimat." Thot Ibn Abbas, Allah qoftë i kënaqur me te, kam qëndruar një ditë apo isha një ditë mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur mu drejtua duke më thënë: "O voglush, unë do t'i mësoj ty disa fjalë të rëndësishme." Andaj po të nderuar vëllezër, thon dietarët islam se hyrja e këtij hadithi me këtë bazë jep me kuptues se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar djalin e Aishës së tij, edhe pse ka qenë moshën e vogël, edhe pse ka qenë moshën adoleshente, mirë po ka dashur që ati që janë ngulit në kokën e tij dhe në zemrën e tij këto porosi, që të i përcjell gjenerat pas gjenerate, nëse dëshirojnë që gjeneratat njerëzore dhe ato të muslimanëve të jenë të shëndosha, të jetojnë në lumturi, të jetojnë që Allah të jetë i kënaqur me to. Vazhdojnë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, drejtuar Ibn Abbasit dhe tër ummetit deri në kataklizëm. I thot pejgamberi: "Ihfazillaha yahfazuk."
ruje Allahun, praktikisht ruje fenë e Allahut, trun Allahu ty. Ihfadhillaha tajidhu tijahak, ruje fenë e Allahut, e gjen Allahun pranë teje. Idha sa'alta fas'alillaha, kur të kërkosh, kur të bash lutje, lute vetëm Allahun. Wa idha sta'anta fasta'in billah, kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm prej Allahut. Wa'lam, kujdes, tash një porosi shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër, që shumë prej njerëzve e kanë humbur fatin e jetës së tyre në këtë botë për shkak të mos kuptimit të kësaj pike. E aq më tepër, shumë prej muslimanëve kanë lajtitur në kuptimin e kësaj. I thot pejgamberi sa wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Kujdese, nëse tër bota, nëse tër njerëzit bashkohen që ta japin ty një të mirë, s'ka mundësi që ta japin një të mirë pas asaj që ta ka caktuar Allahu. Walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka ila bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Edhe kujdese, nëse tër bota mblidhen që të bëjnë dëm me diçka që s'ta ka caktuar ty Allahu, nuk ka mundësi që të bëjnë dëm. Rufiatil akramu wa jaffati suhuf, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletushkat. Këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu, thotë se hadithi është i mirë i saktë, ndërsa në një version tjetër jashtë Tirmidhiut janë thënë edhe disa fjalë të urta shumë të rëndësishme. I ka thënë pejgamberi sa ihfadhillaha tajidhu amamak, ruje Allahun, praktikisht ruje fenë e Allahut, do ta gjesh Allahun pranë teje. Pastaj vazhdojnë këshillat, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Njofe Allahun ti kur je në rahati, të njefty Allahun në vështirësi. Pastaj i thot wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dhe kujdes se ajo që nuk ka patur me të ndodh, nuk ka mundësi që të ndodh. Dhe vazhdon duke i thënë wa ma asabaka lam yakun liukhtiuka. Edhe ajo që të ka ndodh, nuk ka patur mundësi që mos të ndodh. I thot wa'lam anna an-nasr ma sabr. Kujdes se fitoria vije me durim. Wa anna al-faraj ma al-karb, dhe rahatia vije pas mundit. Wa anna ma al-usri yusra, edhe mbas vështirësive vin lehtësimit. Këtë version e kanë nxjerrë Imam Ahmedi, thot Shuaib Arnauti se hadithi është i saktë. Pra të nderuar vëllezër, kemi të bëjmë me një hadith shumë voluminoz, me një hadith shumë të rëndësishëm, me një hadith gjithë përmbledhës, që në ta ka këshilla të nderuar vëllezër, që kanë thonë shumë dietar islam, që janë të rëndësishëm prej udhëhecit, prej mbretit e deri te pastruesit thjesht. E nëse ata janë të nevojshëm, ne si besimtarë jemi aq më të nevojshëm. Kështu që si gjithherë u rikujtojmë me fjalët e dietarëve islam mbi vlerën e këtij hadithi. Çfarë po kanë thonë dietarët islam kur e kanë klasifikuar këtë hadith, se ne s'ka mundësi që ta kuptojmë rëndësinë dhe domethënien e tij pa u kthyer të para tonë. Ka thonë Ibn al-Jauzi, një prej hoxhallarëve të maj, kur e ka analizuar këtë hadith thotë kështu: "Tadabbartu fi hadha al-hadith", e kam analizuar gjatë këtë hadith. Fa adhashani wa kidtu an atish, më ka befasuar dhe jam mahnit gjatë analizës së tij. Fa asafa min al-jahl bi hadha al-hadith, sa keq është që muslimani të injoroj vlerën e këtij hadithi. Wa qillatu tafahumi bi ma'nahu, dhe sa keq është që mos i kuptoj fjalët nga ky hadith. Pra Ibn Jauzi thotë se kur e kam analizuar këtë hadith më ka befasuar. Edhe është shumë keq për muslimanin që mos ta analizoj këtë hadith dhe mos i kuptoj fjalët që i përmban apo këshillat ky hadith. Ndërsa Imam Newawiu kur flet mbi vlerën e këtij hadithi thotë kujdes se hadha al-hadith azimul qadr, ky hadith ka vend të veçantë, ka pozitë të veçantë në fe. Ndërsa Ibn Rajebi kur e komenton këtë hadith thot ndër fjalët e tij që thon mbi këtë hadith thot hadha al-hadith yatadammanu wasaya azime, ky hadith përmban porosi shumë të rëndësishme, wa qawaid kulliye, edhe përmban rregulla gjithëpërfshirëse min ahami umuri din, prej çështjeve më të rëndësishme në fe. Pra Ibn Rajebi është njëri prej atyre të cilët i kanë zbërthy këto hadithe që ne po i zbërthejmë, dhe ka thonë kujdese, ky hadith përmban porosi shumë të rëndësishme, ka edhe rregulla gjithëpërfshirëse dhe çështje të rëndësishme në fe, andaj edhe duhet i shkaqësim që t'i kuptojmë ato. Kështu që duke mos humbur kohë, i konkretizohemi porosisë së parë që ja ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij voglushi, djalit të Haxhës së tij, që praktikisht është lut pejgamberi sa për Ibn Abbasin që t'ia mundsoj kuptimin e fesë, edhe njëkohësisht t'ja mundsoj që ta e pajis Allah azza wa jall me ditoritë të famshme. Kështu që i thot porosia e parë ihfadhillaha yahfazuk, rujeti Allahun praktikisht,
ruje dinin e Allahut, Allahu trun ty. Andaj pra, pyetja shtrohet, si ka mundësi që besimtari ta ruan fen, edhe si kuptohet kjo pjesë e hadithit? Dietarët islam kanë thënë se besimtari e ruan fen në dy mënyra. Fillimisht duke e praktikuar ata në vetveten e tij. Të nderuar vëllezër, nuk ka mundësi që të ruhet feja pa e praktikuar në atë. Andaj dhe çdo kush i cili thret nën ambrellën e këtij dini, duke mos e praktiku këtë fe, nuk ka bereqet fjala e tij. Kështu që nëse dëshirojmë që të na ruan Allahu neve, duhet ne ta ruajmë fen. Çka synohet me fjalën rujet i fen e Allahut? Fjala është pra praktikohet i fen e Allahut, ruaj kufit e Allahut azza wa jall, mos i tej kalo ato që i ka ndalu Allahu dhe veproj ato sipas mundësisë që të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, edhe pse citatet janë të shumta, mirë po ne po i cekim vetëm disa prej citateve kuranore ku Allahu azza wa jall thotë: "Hadha ma tu'adun li kulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib." Thot Allahu azza wa jall në suratul Qaf, citati 32-33. Në ditën e gjykimit është dita e shpërblimeve për vështirash. Do ditër sa amblemi apo rregulli i përgjithshëm thot: "El jazaa'u min jinsil amal." Gjezaja, shpërblimi është i njëjtit lloj sikurse vepra. Në ditën e gjykimit s'ka mundësi ata që janë zhyt në mëkate dhe kanë vdek me to, të jenë flamurtar në shpërblime. Për atë arsye Allah azza wa jalla po thot: "Hadha ma tu'adun li kulli awabin hafiz." Këto janë shpërblimet për të gjithë ata të cilët gjithherë kanë kërkuar pendim te Allahu dhe kanë qenë hafiz, i kanë ruajt kufit e Allahut. Kush janë këta që kanë qenë gjithmonë të penduar, kanë kërkuar pendim dhe i kanë ruajtur ligjet e Allahut? Men khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Këta janë ata të cilët e kanë besu Allahun pa e pa fare, edhe kanë ardhur te Allahu me zemër të përkushtuar. Andaj vëllai nderuar, që të jesh pra flamurtar në ditën e gjykimit, që të marrësh pjesë në shpërblimit e Allahut, duhet ta besosh Allahun azza wa jall edhe në vetmi, duhet të frigosh Allahut azza wa jall në mëkate, edhe kur s'ka njerëz se të sheh Allah azza wa jall. Dhe në anën tjetër, pa që të vish me zemër të përkushtuar, se zemra e helmuar s'ka shpëtim ditën e gjykimit. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Wal hafizun li hududillahi wa bashiril mu'minin." At-Tauba citate 112. Shpërblyes në ditën e gjykimit janë edhe ata të cilët i ruajnë kufit e Allahut azza wa jall, i ruajnë ligjet e Allahut azza wa jall dhe jep ju mysh besimtarëve. Por gëzoj besimtarët se ata që i ruajnë fen e Allahut azza wa jall do të jenë të shpërblyer tek Allahu azza wa jall. Kjo është pjesa e parë që kuptohet pra, kush i ruan kufit e Allahut, dinin e Allahut, Allahu do ta shiqojmë se si i ruan. Dhe pjesa e dytë ishte pra ta ruajmë fen e Allahut në vetveten tonë dhe të harrojmë të tjerë. Praktikisht pra ta e përcjellim këtë fe të nderuar vëllezër, se e kem emanet o vëllezër të nderuar, ato që i ndëgjojmë, duhet ja përcjellim grave tona, nënave tona, fëmijëve tanë, fshinjeve tanë, shoqërisë tonë, këto mirësi, se kjo është prej mirësive të dinit që ka thënë pejgamberi sa ad-dalu 'ala al-khayri kafa'ili. Ai që i tregon dikujt për të mirë është sikurse me punu, apo ai që ja tregon dikujt rrugën e mirë është sikurse me vepruar vepër të mirë. Andaj pra, në një mënyrë feja jona porosit që këto mirësi ti përcjellmi edhe të tjerë. Andaj dhe e ka përcjell hadithin Tirmidhiu dhe Ibn Majah, hadithi është i saktë ku Abdullah ibn Mesudi ka thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Allahu ja ndriçon një person, një njeri i cili i ndëgjon fjalët tona, i kupton ato, i vepron ato dhe i porosit, i përcjell ashtu siç i ndëgjon." Pra Allahu e ndriçoft fytyrën e një besimtari, i cili i ndëgjon fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe i përcjell ato. Andaj pra ky është një shpërblim i veçantë që Allahu azza wa jall pra ja ka bërë besimtarëve. Çështja tjetër, pjesa e dytë e porosisë parë, rujeti Allahun, Allahu trun ty. Si e run Allahu besimtarin? Dietarët islam thonë se Allahu besimtarin e run në mënyra të ndryshme. Fillimisht Allahu e run vet njeriu. Qysh e run Allahu njeriu? Duhet ditur të nderuar vëllezër, se kjo pjesë e hadithit bën pjesë edhe në pjesën e parë të hadithit parë që kemi shpjeguar. Ku Allahu subhanahu wa taala ju ka përkushtuar njerëzve në mënyrë të veçantë ndaj krijesave të tjera. Sidomos ju ka përkushtuar besimtarit. Ndër tjerash duhet ditur që Allahu ka dërgu melaqe enka speciale që e ruajnë njeriu prej fatkeqësive. Ndër tjerash thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Lahu maqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah." Errat citati 11. Thot Allahu azza wa jalla se
Allahu ka dërgu për ta vezhgues prej melaçeve që e ruajnë në pjesën e përparme të tyre edhe në pjesën e mbrapsme të tyre, që janë dërguar me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Ibn Abbas kur e komenton çit ajet kuranor thot, Allahu ka dërgu melaçe speciale për ta ruajtur njeriu, por kur vije kaderi i Allahut largohen. Pse? S'ka çare pa e godit aja që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ja ruan njeriu të shëndetin e tij. Pra të ndëruar vëllezër, përveç tjerash, Allah e ruan njeriu në tërësi, mirë po ja ruan edhe shëndetin, nëse ai e ka ruajtur fen Allahut azza xhel. Ne do të sillim shembuj praktik se si Allahu ja ruan shëndetin besimtarit kur ai ruan fen Allahut. Thon dietarët islam, ruaje ti shiqimin ton, ta ruan Allahu syrin ton. Ruaje ti ndëgjimin ton, ta ruan Allahu veshin ton. Ruaje ti prekjen, ta ruan Allahu dorën. Ruaje ti ecjen, ta ruan Allahu këmbën. Ruaje ti mbrancin, ta ruan Allahu zamrën. Ruaje ti të folërit, ta ruan Allahu gjuhën. Kështu që po sjellim pak shembuj praktik se si Allahu azza wa jall i ka ruajt para ton besimtarë dhe vazhdon të ruan ata që ruan fenë e Allahut. Është transmetuar në libra të historisë me versione të sakta se në një kohë ka qenë një bari delesh i cili ka qenë besimtari i devotshëm. Edhe në kohën gjatë rujtjes së deleve ka filluar që të fal namaz, edhe i ka lënë delet vetmasi. Ka ardhur ujku dhe po i ruan delet e tija. Mbasi që i ka përfunduar namazin ky, ka ardhur një person dhe i ka thonë, prej kur ka lidh aleancë ujku me delet? I thot bariu, prej momentin që Zoti i deleve, bariu i deleve ka lidh aleancë me Zotin e ujkut, prej atij momenti ka lidh edhe ujku aleancë me delet. Pra të nderuar vëllezër, thon dietarët islam se rastet e tilla e rrënqethin trupin e besimtarit, se natyra e ujkut është që ta e shkatrojë, ta e gëlltit njeriu dhe delet. Mirë po kur kanë patur frikë Allahun azza wa jall, Allah i ka ruajt ata edhe delet e tyre. Është transmetuar në versionet e sakta se Uqbetu bin Nafia në kohën e Muawiut e ka dërguar që ta shliroj Afrikën. E ndërtirash një prej qyteteve të njëra Kairavanin. Uqbe bin Nafia kur është emëruar prej Muawiut radhiyallahu anhu që ta shliroj Kairavanin, thuhet që Kairavani ka qenë një qytet i ngolitur me kafsh, i mbushur me kafsh të egra. Edhe gjatë rrugës duke shku për ta shliruar atë vend e ka lutur Allahun azza wa jall që ta liroj prej këtij presioni. Edhe thon dietarët islam, kur ka shku Uqbetu bin Nafia në Kairavan, i ka parë kafshë të egra karavan pas karavani tu elshu Kairavanin, tu elshu këtë vend. I thot i kanë marrë ujqit dhe kafshët e tjera të vegjëlit e tyre duke mos ju fol kush, janë larguar për atij vendi. Thon dietarët islam se kjo aludon për frikën që ka pas ndaj Allahut azza wa jall dhe mbështetjen e te Allah subhanahu wa taala i ka ruajtur ata. Ruajtja në fëmijë dhe familje, përveç tjerash ruaju Allahut, ruaje fenë e Allahut, Allahu ta ruan familjen dhe të ruan ty. E si ka mundësi, si Allah azza wa jall ta ruan familjen dhe ta ruan pasurinë. Unë po e ceki vetëm një shembull se ka të shumët që ka cek Allah azza wa jall në suratul Kahf citati 82, rasti i Musa alayhis salam me Khidrin. E dini se përveç tregimeve të tjera, kur është fut Musa alayhis salam me Khidrin, janë fut në një fshat që ka qenë një muri para rrëzimit. Edhe është bë aleanca mes Musaut dhe Khidrit që mos të pyet pa ju përgjigj Khidri. Khidri po i afron shpinën dhe po e drejton murin. Musa po i thet, pse nuk po ju kërkon kompenzim? Allah azza wa jall e ka përshkruar këtë ngjarje në Kur'an suratul Kahf duke thënë: "Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina, wa kana tahtahu kanzun lahumā." Sa i përket atij murit që Khidri ja afroi shpinën dhe e drejtoi, ishte i disa voglushve që ishin në qytet, që jetonin në qytet, e nërte urunte një deponim i madh prej arit. Një pasuni e madhe, për çka? Wa kana abuhuma saliha. Se baba i tyre ishte musliman i mirë. E Allahu për shkak të sinqeritetit, besimit që ka patur baba i tyre, ja ka ruajt Allah azza wa jall pasurinë e tyre. Kështu që dietarët sa më thonë se kur besimtari e ruan fen, Allahu ja ruan familjen e tij dhe ja ruan pasurinë e tij. Sheku i merad Allahu azza wa jall e ka ruajt këtë muri, sukur të lëmë të rënojë ai, do ta e graponin të tjerë dhe do ta e merrnin. Por thot Khidri, kjo është me urdhën e Allahut, i tregon Musaut, Allahu ka urdhëruar që ta drejtoj kët. Pse?
Allahu azza wa jalla ka thënë këtë citatet derisa ta arrin ata moshën e pjekurisë, se kanë qenë në moshë shumë të vogël, derisa të pjekën ata, pastaj ata do ta kërkojnë pasurinë e tyre në atmuri dhe do ta shijojnë mirësinë e saj. Andaj dhe thon dietarët islam, ruje fenë e Allahut, Allahu ta ruan familjen dhe pasurinë. Kemi edhe raste tjera shumë të rëndësishme prej tregimeve që është përcjell me versione të sakta si Allahu ja ruan besimtarit pasurinë kur besimtari ka frikë Allahun azza wa jall. E ka nxjerr hadithin Imam Buhariu, që është transmetuar prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i përcjell një rast shumë të çuditshëm në kohën e Banu Israilëve. Edhe pse hadithi është shumë i gjatë, por shka kohës së ngushtë po e cekin në version shumë të shkurtër. Thot pejgamberi alaihi salam, në kohën e Banu Israilëve ka qenë një rob i mirë, i cili ka patur nevojë të kërkoj pasuni apo të kërkoj huazim pasurie prej të afërmve të tij. Ka kërku borx prej një të afërmit të tij. Kur ka shku të kërkoj borx, ai personi që është dashur mi huazuj ka thonë, a ki dëshmitar dikon? Muslimani i miri ka thonë po, e kam Allahun dëshmitar. Edhe ka thonë po e pranoj. Ka thonë, a ki ndaj garancë kush je ti do të ma kthesh pasurinë? Ka thonë po, garancë e kam Allahun azza wa jall. Ka thonë po e pranoj dhe e ka dhënë pasurinë. E ka marrë muslimani mirë pasurinë, thot pejgamberi sa. Edhe e ka shfrytzuar atë. Mirë po e ka lshu kohë pas kohë e ka lshu vënin. Mirë po kujdes se thot kanë bë marrëveshje kur m'ia kthy borxhin. Gjatë kohës kur e ka pas të drejta shfrytëzoj pasurinë, ky borxhliu e ka marrë pasurinë dhe ka shkuar në një vend tjetër. Ka qenë vend bregdetar. Kur i ka ardhur afati m'ia kthy borxhin, thot nuk ka gjetë ndonjë njerëz që do t'ia kthej borxhin atij. Por çdo ditë thot pejgamberi sa ka dalë në bregdet që mos ta e shet dikon që po lundron me anije dhe ja shën borxhin borxhliut. Mbasi që i ka humb shpresën se s'po e shef askën, i thot fillon ta lut Allahun azza wa jall me këtë lutje. Thot o Zot, ti je ai i cili di të më sheften. Ata kur më kërkuan dëshmitar, thash që ty të kam dëshmitar. Kur më kërkuan garancë, tham që ty të kam garancë. O Zot, më ka humbur shpresa që ta gjaj dikon që t'ja kthej borxhin. E ka marrë të një dru, i ka mbështjell tollat edhe ka hudh në det. Që Allahu t'ja çon atij që e ka marrë. Në momentin thot pejgamberi sa, kur ky e ka hudh drunin det, që ti shkoj atij në pasunia, ka dalë ai personi që ja ka marrë ky borxhin te bregdeti, ka thonë mos vall po lund dikush edhe mas sjell borxhliu borxhin. Edhe kur është afruar afër detit, e ka pa një drum që e ka marrë për ta djeg në shtëpi, jo me pretekst që ka diçka në te, se ka dalë thot me dy pretekste, që mos ka dalë dikush që të më sjell borxhin, edhe që të grumbullon drum për familje. Kur ka shku dhe në shtëpi, e ka hap drunin, e ka pa që në ta ka pare, ka pasuri. Edhe e ka pa të shkruar që borxhliu ja ka kthy borxhin. Kështu pra të nderuar vëllezër, Allahu besimtarëve të devotshëm ja urun pasuninë, edhe kohë pas kohë thot nuk u qetësu personi që e mor borxhin pa ardh edhe me një shumë të tillë te personi që e kishte marr borxhin, edhe duke i thënë që nuk jam qetësu edhe pse ta kam dërguar borxhin pa ardh vetvetiu ta dërgoj, i thot borxhliu. Personi që e ka marr borxhin prej tij, thot pasuria jote më ka ardh. Kjo dëshmon për sinqeritetin tënd, merri parat e tua edhe ktheu i kënaqur në shtëpinë tënde. Pra të nderuar vëllezër, kështu Allahu azza wa jall ja urron muslimanëve të mirë pasurinë kur janë të sinqertë. Dhe në dy mënyra se si ruhet, se si ta ruan Allahu fen, pra ta ruan vetveten e ty dhe ta ruan Allahu azza wa jall, në dy ruhet feja te robërit në përgjithësi. Apo ja urron ka thënë dietarët islam, fen Allahu besimtarve prej besytnive, prej lathitjeve dhe prej dyshimeve të shumta, që nëse muslimani involvohet në to, ka mundësi që të rrshet. Për atë arsye për frikë Allahun azza wa jall, praktiko ligjin e Allahut azza wa jall, ruaj kufit e Allahut azza wa jall, Allahu ta ruan fen tonë. E sidomos në kohën e sprovave, të nderuar vëllezër, e dim që koha e fitneve është kohë shumë e rrezikshme në Islam, për atë arsye ka preferu pejgamberi alayhis salam që të qëndron të izoluar. Pse? Ka mundësi që njeriu të involvohet dhe të rrshet apo të devijojë. Për atë arsye ka thonë dietarët e Islam, ai që ka frikë Allahun azza wa jall, Allahu e ruan ato momente të vështira. Shembull praktik të atyre që Allah i ka dënu kur ata nuk e kanë ruajtur fenë Allahut azza wa jall. Edhe pse Kurani dhe Suneti janë të stëngarkuar me shembuj, un po i ceki vetëm dy shembuj praktik. E kemi rastin e një pushtetar, një udhëheci që ka qenë kriminali më i njohur në botë, e kemi rastin e Faraonit, që nuk e ka ruajtur fenë Allahut azza wa jall, e Allahu azza wa jall e ka shkatruar në mënyrën më mizore. Që të gjithë ne nuk e injorojmë historinë e Faraonit. E din që Allahu azza wa jall i ka dërguar dy profet
prej profetëve që të afrohen te Faraoni dhe t'ia publikojnë fenë e Allahut azza wa jall. Dhe ju thot Allah azza wa jall, shkoni te Faraoni dhe folni fjalë të buta. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Se ndoshta kur ju i folni buta atij, ndoshta e përkujton ai fenë e Allahut dhe i tutet Allahut azza wa jall. Mirë, po pra Faraoni do thot, ju ka thonë, pse anini ju dikon tjetër zot përveç meja? Dhe i tharët të ti ju ka thonë, këta lumej dhe këtë pasuri që e kam, jenë pasuri e imje. Kështu që rregulli fetar thot, el jazau min jinsil amel. Shpërblimi është i njëjtit lloj sikurse kategoria, sikurse vepra. Kështu që përderisa Faraoni ka pretendu hyni, Allahu e ka shkatru në momentin që s'ka mundësi ta shpëtoj pas atij që e ka hynin. E dini që Allah azza wa jalla ka shkatruar në deti. Kur mbasi që është kthy deti në original, në esencë, në mënyrën e krijaturës, e ka po Faraoni që s'ka fuqi që ta shpëtoj vetveten, çka ka thonë? Tash po e besoj Zotin e Musa'ut dhe Harunit. Çka ka thonë Allah azza wa jalla? Al-ana, atash ti po don më kthyja? Qad asajte, ke qenë katar edhe kriminal i madh. Andaj Allah azza wa jall masi e ka shkatru Faraonin, ka sjell shembull në Kur'an duke na thënë kujdese, ai që shkatrohet në këtë mënyrë nuk ka mundësi që të shehë as mira tek kësaj bote e as në të tjetrën. Thot Allah azza wa jall: "Wa kam taraku min jannatin wa uyun." Athuvall, sa ky popull, sa ky udhëhec, sa ky mbret, sa ky kryetar, pat të mira kopshtet e shumta edhe pat krujet e shumta. Wazuruin wa maqamin karim, sa pasuri të madhe ne prej bujqësisë i dham edhe vende të mira. Wa na'matin kanu fiha fakihin, edhe sa prej dhuntive të mëdha Allahu ja dërgoi këtij, jetonte pranë Nilit, Allahu që dhurata të mëdha, por nuk ja diti vlerën. Andaj Allahu azza wa jalla tha: "Kedhalika wa awrathna qauman akharin." E kështu ne i shpërblejmë kriminalet dhe pasuritë e tyre ja trashëgojmë besimtarëve të mirë. Ad-Dukhan citati 25-28. Pra të nderuar vëllezër, kështu Allah azza wa jall i ka dënuar ata të cilët nuk e kanë ruajtur fenë e Allahut. Në rastin tjetër kemi prapë në kohën e Musa alayhis salam, rastin e Karunit, që thuhet se ka qenë djali i Axhës së Musa, thuhet se ka qenë Axha i tij, edhe pse mendimi i parë është më i saktë. Sidoqë që tjetë, Karuni ka qenë prej atyre që Allah azza wa jall ka dhënë pushtet të gjerë edhe pasuni të madhe. Aq pasuni, sa që kanë thonë komentatorët e Kuranit, sa që vetëm çelcat e depove të tij është dashur karavan të gjatë të kafshëve, vetëm me i bar çelcat e depove të tij, e llogaritni sa ka pas mundësi me pas pasunin depot e tij. Megjithatë, populli i tij e kanë këshilluar dhe i kanë thonë: "Kujdes, ki frikë Allahun azza wa jall, falenderoj Allahun azza wa jall. Kjo pasuni është prej Allahut, nuk është dhunti e jotja." Çka i ka thonë Karuni? "Inma utitu ala ilmin min indi." Jo, kjo pasuni është si rrjedhoi e ditorisë time, e diapazonit gjerë të ditorisë që kam. Allahu azza wa jall e ka shkatruar mënyrën më të keqe. Edhe i ka dhënë shembuj tër botës se si Allahu i shkatron ata të cilët nuk e falenderojnë Allahun azza wa jall kur Allahu i jep pasuri dhe dituri. Thot Allahu azza wa jall: "Awalam ya'lam anna Allah ahlaka min qablihi." Athuvall, ky i gjor, ky i mirë, nuk po e din se Allahu kësi persona ka shkatruar edhe para tij. Min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a. Allahu ka shkatruar edhe para tij, edhe të tillë që kanë qenë më të fuqishëm se sa ky, edhe kanë patur pasuri më të madhe se sa ky. Wala yusalu an dhanbihim al-mujrimin, edhe në ditën e gjykimit nuk pyeten kriminalët për t'ju falë mëkatet atyre. Pra kështu thot Allah azza wa jalla në suratul Qasas, citati 78. Andaj pra të nderuar vëllezër, nëse dëshirojmë që Allah të na ruaj neve dhe pasurinë tonë, duhet që ta ruajmë pra ligjin e Allahut azza wa jalla, ta veprojmë atë dhe ta publikojmë të tjerë. Pjesa e dytë e hadithit dhe porosia tjetër është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Ihfazillah tajidhu tijahak." Rujet e dinin e Allahut e gjen Allahun pranë teje. Pra kanë thënë dietarët e Islam, rujet e dinin e Allahut, Allah do të dalë në ndihmë kur ti je në momentet më kritike. Edhe pse argumentet janë të shumta, mirë po na mjafton ndihma e veçantë, që është për ndihma te Allahu azza wa jall, që e bën besimtarëve, siç i ka dalë në ndihmë Allahu azza wa jall pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në raste të shumta, edhe pejgamberëve të tjerë, po e kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam migroi së bashku me Ebu Bekrin dhe u vendosën në shpellë, kur pasi që kishin porositur çmim Nobel për ata të cilët e nxon pejgamberin të gjallë dhe ja dërgojnë Kureshve.
Ebu Bekri radhiyallahu anhu e nuhat rrezikun dhe fillon që të brengoset për pejgamberin sa. I zbret citati kuranor: La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u piklo, mos u mërzit, thot pejgamberi sa, në fjalët e Allahut azza wa jall, se Allah është me ne. Pra vllai i nderuar, ki frikë Allahun azza wa jall, se Allah ty do të ruajë në momentet më të vështira. Pastaj vazhdon porosia e pejgamberit sa: Wa idha sa'alta fas'alillah. Dhe kur të pyetsh ti, pyete vetëm Allahun. Pra, kur të kërkosh ti, kërko vetëm prej Allahut, thon dietarët islam, pra kur të kërkosh lutje, lutë vetëm Allahun azza wa jall. Edhe pse kjo pikë do të ishte prej temave tona të fuqishme këtë ligjërat, por shka kohës së ngushtë vetëm kalimthi po e ilustroj. Të nderuar vëllezër besimtar, duhet ditur që ne si krijesë dot, duhet që ti nënshtrohemi Allahut azza wa jall, duhet që ti përkulmi Allahut azza wa jall, lutjet tona t'ia kushtojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nga ky kontekst dietarët islam ka thonë, lutjet ndahen dysh. Lutje që i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Nëse njeriu ja përkushton krijesave, ka deviju dhe ka bëj dhujtari. Siç është namazi, lutjet, kërkimi i shërimit e kështu me radhë. Këto i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Ai që lutet krijesave ka deviju. Nga ky kontekst, po e shfrytëzoj rastin, me qenë që sot jemi me 6 të mujit maj dhe tek ne është plasu një fest që nuk është fest as e fest ton e as e traditave tona, që muslimanët e njohin pjesë të fesë të tyre, kemi të bëjmë me një fesë që ka prej Shën Gjergjit, që muslimanët i bojnë i dhujtari Allahut azza wa jall në përtyrbe dhe teqe, duke kërkuar dërmand dhe shërim prej krijesave, duke i bërë shirk Allahut azza wa jall. Andaj vëllezër musliman, ta e kem frikë Allahun azza wa jall, se ndodhet që ndihma e Allahut azza wa jall nuk na arrin për shkak të mëkateve tona që i bëjmë. Se e dini që Allah azza wa jall një popull e shkatron, edhe nëse ka të mirë aty, nëse ata nuk bojnë pengesën e të këqijave. Andaj pron këtë ditë Allah i na rujt, i bojnë robët e Allahut azza wa jall shirk Allah subhanahu wa taala. Për atë arsye duhet ta kemë frikë Allahun azza wa jall, se ndodhet që Allah azza wa jall i çon dëshkim këtij populli për shkak të këtij gjinoje të madh që bojnë. Kështu që vëlla dhe motër nderuar, kërko vetëm prej Allahut që të dhuron fëmijë, që të shëroj ty, e të jep mira, se ai i cili Allah subhanahu wa taala ka qenë krijesa më e dashur, se ka kalon kompetencë në dorën e tij këtë çështje, çish ka kalon një njeriu që se ka qit kur në segjë kryt e tij. Pra, që shkojnë i lutin shehlerë dhe dervishlerë, njerëz të cilët kanë qenë i dhujtar, kanë qenë mushrik, shkojnë dhe i adhurojnë ata, cilët nuk e kanë qenë kur kryt në sejdë, nuk e kanë bërë ibadet Allahut azza wa jall, por edhe të shohin ata besimtarë të mirë. Këtë kompetencë ja kalon Allah azza wa jall as pejgamberit alayhis salam, e si pra muslimani shkon edhe ta lut një njeri ka kush e ai. Andaj propendohet te Allah azza wa jall se vëlla dhe motër nderuar, nëse të zën vdekje me këtë mëkat, s'kemi çka të para Allah subhanahu wa taala. Dhe lutja e dytë është lloji lutjes së dytë, që Allah subhanahu wa taala e ka leju që të kërkoj prej njëri tjetrit mirë po në harmoni të shoqërisë, por prap sinqeritetit i takoj Allahut apo mbështetja e tij. Pra, sa e përket lutjeve që na lejohet me e bën njëri tjetrin, si për shembull, lutje borxhi ose lutje ndihme modeste, ka thënë dietarët islam, mos e shtri dorën tate kur Allahu të ka dhënë ti pasuri. Për atë arsye të parë tan i kanë çortuar dhe i kanë rraf ata të cilët kanë qenë të shëndosh dhe kanë kërkuar lëmosh. Pse? Se këtë porulje duhet t'ja bojnë vetëm Allahut azza wa jall. Mirë po, në sajë të jetës sonë shoqërore e kanë leju dietarët islam që të kërkojmë ndihmë dhe lutje për njëri tjetrit, që është në mënyrë reciproke të zhvillimit të jetës, por masi që ti mbështetemi Allahut, masi që ti marrmi sebepet e duhura. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa idha sta'anta fasta'in billah", kur kërkosh ndihmë dhe mbrojtje kërko vetëm prej Allahut. Edhe kjo pjesë i kthehet sikurse komentimi i lutjeve. Pra, kur të kërkosh mbrojtje kërko vetëm prej Allahut. Mbrojtja ndahet në dysh, çish e klasifikum te lutjet, ndahet edhe këtu. Pjesa tjetër e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është tema kryesore e këtij hadithi, pra kemi të bëjmë me çkoçitjen në mënyrë të detajzuar të shtyllës së 6 për shtyllës së besimit, pra besimin e caktimin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sa për i drejtohet Ibn Abbasit duke thënë: "Kujdes, dije mirë se nëse krejt bota mblidhen dhe mundohen me ta dhonë një të mirë, që s'ta ka caktuar Allahi, nuk ka mundësi me ta dhonë ata. Dhe nëse krejt bota mblidhen me të bë dëm me diçka, s'ka mundësi me të bë dëm pas
nëse nuk ta ka saktuar ty Allahu atë. Andaj pra të nderuar vëllezër, pika më e ndihshme në shtyllat e besimit është besimi në caktimin e Allahut azza wa jall. Ka thonë dietarët islam, kjo është shtylla që më shumë ti njerëz kanë rrshit, më shumë ti njerëz kanë deviju, e shumë prej dietarëve islam nuk ju kanë çast shkoqitjes së kësaj pike në mënyrë të detajzuar, nga frika se mos po e çasen edhe po rrshasin. Andaj nderuar vëlla, ka thonë dietarët islam, s'ka mundësi që të plotësohet besimi në caktimin e Allahut, në kaderin e Allahut, e as kuptimi i tij pa e kuptuar 4 shkallë e caktimit apo të kaderit. Pra, dietarët islam ka thonë për ta besuar kaderin, edhe për ta kuptuar atë, duhet me i besu 4 shkallë, 4 kategori të caktimit të Allahut azza wa jall. Shkalla e parë apo kategoria e parë është që të dihet se çdo gjë që ndodh në këtë botë, që ka ndodhur para neve, është në ndijen e plotë të Allahut subhanahu wa taala. E ka ditë Allahu subhanahu wa taala atë para se ta e krijoj. E ka ditë ato para se të na krijoj neve. E ka ditë Allah azza wa jall se do të ndodhë. Pra, thonë dietarët islam, çdo gjë që ndodh në këtë botë është në ndijen e Allahut. Andaj vëlla i nderuar, aja që të ka ndodhur ty është në ndijen e Allahut subhanahu wa taala. Allah i na ruajt prej mendimit të atyre që mendojnë se gjërat e imta nuk e din Allahu subhanahu wa taala. Për atë arsye të nderuar vëllezër, kanë thënë të parët tan, Allahu e sheh dhe e din bubrecin e zi, ngurin e zi, natën e zez. E qysh nuk e din Allahu veprat që i bën njerëz ose caktimet që i ndodhin atij, kurse ne e kemi mësuar se ende pa e shijuar njeriu frimin e parë në këtë botë, Allahu ja ka shënuar çka do të ndodhin deri në ditën e gjykimit. Në 2, dije se shkolla e dytë e kaderit, çdo sen është e shkruar tek Allahu azza wa jalla në Lauhul Mahfuz. Pra vëllai nderuar, aja që të ka godit ty prej të mirave, ose që të ka godit prej fatkeqësive, ka qenë e shkruar pe Allahut. Pa atë arsye pjesa e dytë e hadithit tha, dije mirë se aja çka ty ka godit nuk ka pas mundësi mos me të godit. Mu pashu krejt dyjaja, me të nal ty, s'ka pas mundësi me i pështu rrezikët. Po haxha vish mos isha dalë në rrugë, s'kish ndodh ndeshja, kisha pështuar ashta. Jo vëllai nderuar. Ashtu ka qenë e shkruar, sebepet janë të qarta, ke dalë në rrugë ka qenë caktim Allahu azza wa jalla me ndodh. Por fatkeqësia më e madhe është, nuk është fatkeqësi pse të ka ndodhur kaderi, po fatkeqësia e madhe është çysh ka zonë ty kaderi. A ka zonë kaderi përgadit apo jo i përgadit? Për atë arsye vëllai nderuar, përgadit jo vdekjes se të befason çdo moment, andaj edhe Allah azza wa jalla ka thujt fa asabatkum musibatul maut. Ju ndodh ju ngjan juve fatkeqësia e vdekjes. Pra fatkeqësia është me nxon kaderi i pa përgatitur, por dije mirë se nuk ka patur mundësi mos me të ndodh, se ka qenë shkruar tek Allah subhanahu wa taala. Por edhe ajo e mirë që të ka ndodh, ka qenë shkruar te Allah azza wa jall, jo pra mundi yti, jo për zotësia jotja, se Allah na tregoi për Karunin, i cili tha se kjo është për ditorisë time e Allah azza wa jall shkatroi. Në 3, shkolla e tretë është se çdo gjë që ndodh me vullnetin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, nuk ka mundësi që diçka të jetë jashtë vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj pra, ajo që ka ndodhur, qoftë e ëmbël apo e thë për neve është me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, e nuk është kompetenca jona që të fusim kokën aty edhe të zbulojmë ose të pyesim. Për atë arsye dietarët islam ka thonë, kush e ka fut kokën që ta kuptoj caktimin e Allahut, gjithsesi që të thotë se Mu është e caktune që ta bëj këtë gjina. Thonë dietarët islam, a thu vallë ti e ke shpalu caktimin e Allahut azza wa jalla dhe e ke kuptuar këtë, pa atë arsye kanë deviju shumë njerëz. Dhe shkalla e 4 është dije se çdo sen që ndodh në këtë botë e ka kriju Allahu subhanahu wa taala ende pa ekzistuar ti. Po ende pa ekzistuar kjo botë e ka kriju Allahu azza wa jalla, siç ka në hadithin e saktë që kanë thënë muslimi, ka thënë pejgamberi sa 50.000 vite. 50.000 vite para se mi kriju Allah azza wa jalla qiejt dhe tokën, i ka shkruar krejt senet çka do ndodhin deri në ditën e gjykimit, kurse Allah azza wa jalla në Kur'an thot inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Na të gjitha senet i kemi kriju me caktim. Thon komentatorët e Kur'anit, çdo ajet edhe çdo hadith që vjen me shprehjen kulla shay, çdo sen, pra aty futet çdo sen, i madh apo i vogël, pos nëse ka përjashtim. E ne nuk kemi bazë që Allahu ka përjashtuar diçka që se ka kriju Allahu. Andaj dhe ato që të kanë ndodhur ty, janë caktimi i Allahut, e ka shkruar Allahu me vullnetin e Allahut dhe e krijuar prej Allahut. Andaj për vëllai nderuar, kujdes se ajo që të ka ndodhur ty është me caktimin e Allahut. Kështu që nëse dëshiron që të jesh në ëmbrellën e shpërblimeve të Allahut azza wa jall,
kuptoj pra këtë shtyll në mënyrë të mirëfillt, nëse dëshiron që të jetosh i lumtur, se sa njerëz e kanë humbur shpresën e jetës për shkak të goditjeve që ka thënë Allahu në këtë botë. Pra, kur Allahu ja ka thënë musibet, thot nuk ka nximu jeta, s'ka jetë për mua. Kur ja ka marrë Allah azza pasunin ose fëmijën e tij. Pse? Se ka kuptuar domethënë këtë shtyll për shtylla, jo e nderuar Allah, ajo ka qenë shkruar prej Allahut, mirë po dhe kujdes, se edhe nëse ndodh saktimi i Allahut, ti dikur do të ftohesh, mirë po vonash për ty, për atë arsye ka thënë pejgamberi sa inma sabru fi sadmatil ula. Sabri kërkohet në ndeshjen e parë. Kur të godet Allahu me një mirësi, falenderoj Allahun, kur çon Allahun do i sprov, pra prap ti je i durueshëm ndaj Allahut azza wa jall, se Allahu ka sprovu për urtësinë që e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vazhdon porosia e pejgamberit sa duke thënë wa anna an-nasr ma'a sabri wa anna al-faraj ma'a al-karb. Dije se ndihma vije me durim dhe dije se rahatia vije pas mundit. I nderuar vëlla, s'ka mundësi që të fitohet xheneti me mëkate. S'ka mundësi që të fitohet xheneti duke i qas me i shiju krejt senet e kësaj bote. Unë pa e shiju edhe këto edhe ato, s'ka mundësi më qetësu. Ose njëherë me në këtë rrugë e pastaj dikur van jam mësim xhamisë. Jo e nderuar vëlla, duhet me ditë që vdekja s'pret, duhet me ditë që xheneti është i përgatitur, nuk i pranon zullumçarët edhe mëkatarët të cilët kanë devijuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe nga ky kontekst ka thonë dietarët islam, durimi ndahet kryesisht në 3 lloje. Durim ndaj kryerjes së urdhave të Allahut azza wa jall. Wallahi vëllazni, e dina që nuk ka letë më ulën që të banka më ndëgju. E dim që nuk është letë më ul këtu edhe më ndëgju fjalët e Allahut. Nuk është letë me marr abdes me mësuj xhamis. Nuk është lehtë me uzgju natën, me prish xhumin, me fal namaz. Nuk është lehtë me u shmang prej pive dhe knacive me agjeru. Për atë arsye kanë thonë kjo është prej llojeve të durimit, që Allah azza wa jall ka thonë inma yuwaffa as-sabiruna ujurahum bighayri hisab. Kujdese, Allahu azza wa jall për durimtarët ka përgatitur shpërblimet pa kufishme. Lloji i dytë i durimit, durim ndaj pengesës ose stopiratjes ose trysnis mbi mëkate. S'ka mundësi me ik alkoolit pa qenë i durueshëm. S'ka mundësi me ik komatës pa qenë i durueshëm. Po krejt me hoxha qore krejt këshia atje e ndrun komoditetin, shingjersh për shingjersh. Ta shkoha me ndru komoditetin të musliman, edhe me bal lyrin e shtëpisë të tjera. Po e po do s'po kemi mirë atje, i kum lyp aty bërsh, aty tjetër s'ka. Po mirë me vëllai nderuar, pa e dinti që pa e poça komoditet, ata ka bo kushti Allah azza wa xhenetin me ta. Pra, pa qeni durueshëm, s'ka mundësi me fitu xhenetin. Andaj, pra, primi ik gjinaheve, do të jesh i durueshëm. Dhe në 3 kanë thonë dietarët islam, prej llojit të durimit është do të jesh i durueshëm ndaj fatkeqësive të Allahut azza wa xhel. S'ka mundësi me fitu xhenetin pa qenë i durueshëm ndaj fatkeqësive. Pra, kur Allahu të gadet me një fatkeqësi, dije që urtësia i takon Allahut, se e dim bazë të argumenteve se Allahu kur e sprovon robën e vet, ka thonë pejgamberi sa, ja dën të mirën atij. Don mja fshin gjinat, mja përgatit xhenetin nëse është i durueshëm. Andaj ti je i kujdesshëm. Edhe pse kjo pikë ka shumë, mirë po pjesa e fundit të hadithit është wa anna ma'al usri yusra. Pra vëllezër të nderuar, mas këtij hyjnë gjashtorëve, mas këtij hyjnë minuta, dini se mas vështirësisë vije lehtësimi. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para të arsye Allahu azza wa jall në suratul Inshirah kur e ka cek preokupimit që i ka pas pejgamberi alayhis salam, vujtjet që i ka pas pejgamberi alayhis salam, vujtjet që ja ka hiq Allahu azza wa jall, çka i ka thonë? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kujdes, dije se mas një çtire vin të letat. Apet ja ka përsërit. Mas një çtire vin të leta, ka thonë pejgamberi sa kur e ka komentuar këtë ajet, ka thonë dije se kur nuk e mujnë 2 leta një çtirë. Edhe dije se mbas çdo përpjese vihet e poza. Andaj vëllezër të nderuar, mas tyre vështirësive që i kem për të aplikuar dinin e Allahut, për të ndëgjuar dinin e Allahut, na vijnë të mira te Allahu azza wa jall, ku shfryzojmë rastin ta lutsmi Allahun azza wa jall, që mbas tyre preokupimeve, mundeve që i kanë musliman, që Allah azza wa jall na shpërblimet e tija, që ndihmoj muslimanëve na pajis me sinqeritet dhe të pranoj veprat tona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.